تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqjeve të sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me mësimet për tefsirin e librit të Allahut të lartësuar. Nga dietar të ndryshëm, Allahu I mëshiroft dhe I falt ata, na falt me prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi edhe më tutje në surën Al-Mulk, më thënë te ajetet e fundit të surës Mulk, ku Allahu I lartësuar ka thënë: "Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru al-kafirina min 'adhabin alim." Pra thuaj, si mendoni ose a kuptoni ose më tregoni nëse më shkatron Allahu mua dhe ata që janë me mua, më thënë edhe ata që më ndjekin mua, ose na mëshiron, atëherë kush do t'i mbroj mosbesimtarët, kush do t'i mbroj qafirat, më thënë prej dënimit të dhemshëm. Ky ajet ka ardhur pas këtyre ajeteve që u përmendën në surën Mulk, pasi janë treguar argumentet e lloj-llojshme, janë përmendur dhuntit e Allahut subhanahu wa taala, krijimi I të gjitha krijesave kështu me radhë, dhe pasi mushrikët kanë shfaqur dëshirën dhe ëndrrën e tyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vdes, edhe musliman gjithashtu, dhe e kanë shfaqur me gojë dhe kanë bërë me vepra. Kanë thurr plane edhe komplote dhe kanë organizuar lufta gjithashtu pastaj më vonë për ta vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për të vrarë gjithë muslimanët. Dhe pasi e kanë bërë këtë, do thotë Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ju thotë: "Çka nëse ma dërgon Allahu vdekjen, merr mua edhe gjithë muslimanët, a do të jetë kjo shpëtim prej dënimit të dhëmshëm për mosbesimtarët?" Do thotë, pra rruga e mosbesimtarëve është gjithmonë e njëjtë. E keni pa edhe sot mosbesimtarët, qafirat e lloj-llojshëm dëshirojnë që muslimanët vdesin, edhe ose muslimanët I vrasin, edhe këtë shfaqin qartaz me gojet e tyre, me shkrimin e tyre, edhe me veprimet e tyre, duan që vetëm ti vrasin besimtarët edhe mos jenë në këtë botë, sepse për ata është shqetësim. Pse kur I shohin muslimanët e rikujtojnë devijimin e tyre. Do thënë edhe e shohin atë kalbjen e tyre dhe nivelin e ulët të tyre, kur e shohin mirësinë dhe ngritjen e muslimanëve. Do thënë tauhidin e pastër të muslimanëve, si muslimanët I përmbahen ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, e adhurojnë Allahun, si do të përmendet më vonë në ajetin vijues, për këtë shkak dëshirojnë që mos ekzistojnë muslimanët. Mirë po kjo, ajo padyshim se do të vinë, edhe muslimanët do të vdesin, edhe mosbesimtarët do të vdesin, të gjithë do të vdesin. Kjo për këtë nuk ka dyshim. Mirë po a do të vdesim më herët ose më vonë. Kjo mosbesimtarit nuk ja lehtëson dënimin. Prandaj Allahu subhanahu wa taala pra ka thënë
ju si mendoni ose logjikoni ju për këtë? Nëse Allahu mua dhe gjithë besimtarët që më ndjekin mua, pra i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj si mendoni nëse Allahu më shkatron mua, edhe kjo fjala ahlakani, do të thonë që përkthehet drejt për drejt më shkatron, ka dy mendime kryesisht prej dietarëve që kanë përmendur për tefsir. Njëri mendim është nëse më vjen vdekja mua me ndonjë dënim që i ka plon të gjithë, do të thonë dënimi i dunjas, ose au rahimana, ose më vjen pa dënim vdekja. Do të thonë muslimani do të dënohet ose nuk do të dënohet në ahiret tek Allahu, ose edhe në dunja do të dënohet ose nuk do të dënohet. Kjo a e bën mosbesimtarin, qafirin, a e bën që të shpëtojë prej dënimit, nëse i ka ardhur ndonjë lloj dënimi muslimanit edhe ka vdekur për shkak dënimit, ose edhe pas vdekjes nëse dënohet, ajo është në dorën e Allahut gjithfuqishëm. Mirë po muslimani do të shpëtojë, më në fund, nëse dënohet për mëkatet e tij, gabimet e tij, përsëri përfundimi i muslimanit është në xhenet, padyshim, pasi shpëton me besimin e tij dhe me tauhidin e tij. Kurse mosbesimtari është përgjithmonë në xhehenem për shkak të shirkut dhe mohimit, kufrit të tij. Prandaj ka thënë, pra ky është një mendim. Edhe mendimi tjetër është se qëllimi i fjalës ehleke, edhe kjo është shumë në gjuhën arabe, do të thonë është vdekja. Do të thonë in ehlekeni Allah, do të thonë nëse Allahu ma dërgon mua vdekjen, nëse ma merr shpirtin, au rahimana, ose na mëshiron, do të thonë na le edhe një kohë të jetojmë, nëse na dërgon Allahu vdekjen sot, ose na mëshiron edhe një kohë, na le deri një afat caktuar që të na dërgoj vdekjen më vonë, femen yujiru al-kafirin. Do të thonë përsëri kush do t'i mbroj qafirët, kush do t'i mbroj qafirët para Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kjo pra prania ose mungesa e muslimanëve në mesin e tyre nuk ndikon për lehtësimin e dënimit të mosbesimtarëve. Faman yujiru al-kafirin min adhabin alim. Do të thonë kush do t'i mbroj qafirat, mosbesimtarët prej dënimit të dhëmshëm. Fjala, do të thonë ajara yujiru, është në gjuhën arabe, do thotë mbrojtje ose sigurim. Do të thonë kush do t'i siguroj, kush do t'i fusë në mbrojtje qafirat do të thonë kundër dënimit të Allahut. Këtu nuk është përmendur ndonjë përemër. Do të thonë nëse ne Allahu na shkatron, na dërgon vdekjen ose na mëshiron, kush do t'ju mbroj juve ose kush do t'i mbroj ata, pasi flitet për mosbesimtarët. Po është përmendur emri men yujiru al-kafirin. Do të thonë pasi këtu bëhet debat. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë mushrikëve. Mushrikët thonë dëshirojmë që ti të vdesësh, ose si kanë thënë, demek ka mundësi që dikush prej të adhuruarve tanë të shkatrojë kështu me radhë, edhe i kanë bërë planet dhe komplotet për ta vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga ana tjetër i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi i ka përballë ata, më thënë ne nëse na shkatron Allahu, kush do t'ju mbroj juve, nuk ka thënë, po femen yujiru al-kafirin. Do të thonë kush do t'i mbroj mosbesimtarët, të gjithë, edhe ju që jeni në këtë vend ose në këtë ndodhi, në këtë sulm, do të thonë ju edhe të gjithë të tjerët mosbesimtarët, do të thonë hynë në këtë kërcënim. Edhe kjo është renditje e fuqishme e fjalëve, do të thonë nuk i ka veçu vetëm ata që i ka pas direkt përpara, por ka urdhëruar Allahu që t'i thotë kush do t'i mbroj mosbesimtarët në përgjithësi, të gjithë mosbesimtarët në secilin vend. Pastaj në ajetin tjetër thot Allahu qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Thuaj, ai është i gjithëmëshirshëm, pra Allahu, në të cilin ne besojmë dhe atij i mbështetemi. Por ju do ta dini më vonë se kush është në devijim të qartë. Edhe kjo ajet, do të thonë, është vazhdim
i asaj që u tha më herët, pra pasi flitet për Allahun subhanahu wa taala, pasi përmendet nëse na i dërgon vdekjen Allahu neve ose na mëshiron Allahu, pastaj në këtë ajet thot, ai pra për cilin flasim për Zotin subhanahu wa taala, është i gjithëmëshirshëm. Amanna bihi, dhe ne besojmë tek ai. Wa alayhi tawakkalna, dhe atij i mbështetemi. Do të thonë, këtu janë treguar këto aspekte të besimit. Do të thonë, pasi flitet për Allahun subhanahu wa taala, është përmendur ky emër që është prej emrave më shpresdhënës, do të thonë për besimtarët, se është emri i tij Ar-Rahman, do të thonë poseduesi i mëshirës të plot, që nuk e përjashton askënd, do të thonë dhe mëshirë të përhershme. Ai është i gjithëmëshirshëm, Allahu subhanahu wa taala. Ne i besojmë atij dhe tek ai mbështetemi. Këtu është përmendur mbështetja, tawakkul, do thotë pas besimit, edhe kjo e shohim, do të thonë që tregon se mbështetja, tawakkuli, do të thonë është një prej thelbeve të besimit, ose është thelbi i besimit, do të thonë shtylla kryesore e imanit, besimit në Allahun, është mbështetja tek ai, si ka thënë Said ibn Jubair rahimahullah, at-tawakkulu ala Allahi jima'ul iman. Do të thonë mbështetja në Allahun është grumbullimi ose mbledhja e gjithë imanit. Përmblidhet te mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo e shohim në shumë ajete, do të thënë këtë mënyrë, ka thënë pra sikur në këtë ajet, amanna bihi wa alayhi tawakkalna, do të thënë besojmë tek ai dhe atij i mbështetemi. Dhe gjithashtu në ajetin e surës Maida, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, do të thënë tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Dhe në ajet tjetër surën Ali Imran ka thënë wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, do të thënë tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Do të thënë çdo herë besimi me tawakkulin, me mbështetjen, do të thënë përmenden bashk, që do të thonë se tawakkuli është argument i imanit në Allahun. Për këtë shkak, tawakkuli është më i fuqishëm nëse imani është më i fuqishëm ose më i thelluar. Sa më shumë që ka mungesë në iman, aq më i dobët është tawakkuli, ose aq më i dobët është mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Këtu në këtë kontekst, pse është përmendur tawakkul pas imanit, do të thënë në këtë kontekst si e kuptuam në këtë debat me mosbesimtarët, me mushrikët, është përmendur sepse tawakkuli, kanë thënë një pjesë e dietarëve, do thotë është shkaku për të gjitha veprat e mira. Dhe ai që nuk ka mbështetje tek Allahu të mjaftueshme, do të ketë patjetër mungesë në vepra të mira. Pasi, më thënë dini, friksohet për shembull për rizkun, edhe nuk kujdeset a e merr me halal ose haram furnizimin. Ose pra nuk i mbështetet mjaftueshëm Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk i respekton kufit që i ka saktu Allahu, nuk i ban veprat e, do të thënë që i ka obligim, duke mendu se do t'i ike rizku, ose friksohet prej krijesave, nuk e ka mbështetjen e mjaftueshme tek Allahu, edhe le shumë prej veprave të mira. Do të thënë, gjitha veprat e mira gjithashtu lidhen me mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Si që dini, ka thënë Sheikh Rabia rahimahullah, pra në lidhje me jetesën, do të thënë në vendet e kufrit, ka thënë se shumë prej muslimanëve mendojnë që nëse shkojnë në vendet e muslimanëve, do të vdesin nga uria. Do të thënë kjo padyshim është prej mungesës së mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala, dhe është mendim jo i mirë për Allahun e lartësuar. Edhe prandaj shohim se mbështetja në Allahun, do të thënë lidhet me shumë edhe tjera, do thotë trimëria, për ta thënë të vërtetën, me çka lidhet? Me mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, ose trimëria për të luftuar për të vërtetën, po ashtu me mbështetje, është e lidhur me mbështetjen në Allahun
Po ashtu edhe, do të thënë, të gjitha aspektet nëse i analizojmë, dhe edhe nëse bëhet fjalë edhe për pastrimin e moralit, përmirësimin, zbukurimin e moralit, do të thënë shumë njerëz harrojnë mbështetjen në Allahun, edhe mendojnë se duhet patjetër ta marrin dorë vet. Edhe për shembull, nëse ka ndonjë lloj të padrejtësisë ose ndonjë lloj të sjelljes së të mirë nga dikush, do të thënë mendon njeriu se duhet patjetër vet ta zgjidhë, se përndryshe, nëse nuk e zgjedh vet, do të jetë i postruar, do të jetë i shtypur dhe harron të qëndrojë sipas parimeve të moralit të lartë islam, sipas normave të islamit për halalin dhe haramin, nuk ndalet aty, sepse mendon se do t'i humbe pozita, ose do t'i humbe respekti, ose edhe i shkel këto normat e Allahut, për shkak të mungesës së mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah", do të thënë kush tregohet modest për hir të Allahut, Allahu vetëm e ngre. Edhe ka thonë gjithashtu se në hadithit, do të thënë se modestia nuk i shton robit asgjë përveç se ngritje. Edhe sadakaja nuk i shton pasurisë përveç se, do të thënë, zgjerim ose shtim. Do të thënë, pra kur nuk i mbështetet Allahut, ka frikë të japë sadaka, pra me një fjalë të gjitha veprat mira ndërlidhen me tawakkul, me mbështetjen Allahun. Dhe që prandaj do thot kanë thonë këta dietar të selefit se tawakkuli është grumbullimi gjithë imanit. Edhe sa më i fortë imani, aq më i fortë mbështetja në Allahun dhe kundërta gjithashtu. Këtu ka një precizitet gjuhësor, do të thonë, kur përmendet kundrinori për shembull, para foljes ose diçka tjetër, siç janë rregullat e gjuhës arabe, ajo që lidhet me foljen zakonisht vjen pas foljes. Por kur vjen para foljes, do të thonë, tregon veçim, ekskluzivitet. Do thotë që është vetëm para atë që është përmendur. Siç besoj e dini te surja Al-Fatiha, kur thuhet iyyaka na'budu, do të thonë ty, pra përkthimi fjalë për fjalë është ty të adhurojmë. Dhe në gjuhën arabe do të thonë se nuk adhurojmë askën tjetër, sepse ajo e zakonta jashtë Kuranit është që të vi ky kafi pas na'budu, do të thonë nëse thuhet na'buduke, të adhurojmë ty, që do të thonë se ka mundësi edhe dikën tjetër. Po kur thuhet ty të adhurojmë, do të thonë nuk adhurojmë askën tjetër përveç teje. Edhe këtu ka thonë wa alayhi tawakkalna, do të thonë tek ai mbështetemi, që do të thonë se nuk i mbështetemi askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo do të thonë se tawakkuli është një adhurim që nuk guxon, është, do të thënë, kjo vepër nuk i bëhet askujt përveç Allahut, sepse tawakkuli është vetëm adhurim dhe nuk guxon të drejtohet askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra thuhet për disa çështje tjera, për shembull shpresoj nga Allahu, pastaj prej teje, për shembull për ndonjë të mirë ose për ndonjë ndihmë, por nuk lejohet thuhet mbështetem tek Allahu pastaj te dikush tjetër. Do të thonë nuk ka mbështetje te askush përveç se tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak, do të thonë besimtarët thonë wa alayhi tawakkalna, pra vetëm tek Allahu mbështetemi. Dhe pastaj në vazhdim, do të thonë thotë në këtë ajet fasata'lamuna man huwa fi فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Mirë. Pastaj në ajetin tjetër thotë sakt. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi, thuaja është i gjithëmëshirshmi dhe te ai besojmë, wa alayhi tawakkalna, tek ai mbështetemi, fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Do të thonë do ta dini më vonë, do ta shihni qartë pra në ditën e gjykimit, kush ka qenë në devijim të qartë. Kur thuhet devijim i qartë, do të thonë
ajo që është e qartë se ka qenë larg prej rrugës drejt. Kam thonë pasi cilësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarve është që besojnë në Allahun dhe i mbështeten vetëm Allahut, atëherë është e qartë prej kësaj se cili është i udhëzuar dhe cili nuk është i udhëzuar. Më thënë ai që e veçon Allahun me adhurim, që i beson Allahut plotësisht dhe që është i mbështetur plotësisht në Allahun subhanahu wa taala, kundër dikujt tjetër që nuk i ka këto. Do të thënë prej kësaj vetëm bëhet e qartë se cili është i udhëzuar dhe cili është i devijuari në këtë rast, do të thënë. Por ka mundësi dikush të pyesë se pse nuk është thënë gjithashtu edhe te besimi. Thotë, shikoni, thotë huwa ar-Rahmanu, qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi. Do të thënë besojmë tek ai. Wa alayhi tawakkalna. Dhe ati i mbështetemi. Si tham këtu që ka ardhur përpara, do të thënë për veçim. Pse nuk është thënë edhe për iman? Do të thënë vetëm Allahut i besojmë. Kam thënë sepse këtu përgjigja është ndaj mushrikëve për mohimin ose pohimin e imanit. Do të thënë për ne, do të thënë këtu është qëllimi se ne i besojmë Allahut, ju nuk i besoni. Prandaj nuk ka pas nevojë të sillet përpara kjo që lidhet me foljen, do të thënë, sepse është, pra ju nuk besoni në Allahun, ne besojmë në Allahun. Dhe kuptimi pastaj në vazhdim është se ju i mbështeteni të tjerëve, kurse ne nuk i mbështetemi askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Do thotë te e para nuk ka qenë me rëndësi të thuhet tauhidi, sepse nuk ka qenë se ju besoni dikujt tjetër dhe ne vetëm Allahut i besojmë, por ka qenë tema se ju nuk besoni, ne besojmë. Do të thënë vetëm pohimi i imanit. Kurse ajo tjetra, do të thënë për tawakkul, është për qëllim shfaqja edhe vërtetimi i tauhidit, se nuk i mbështetemi askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk friksohemi nga kërcënimet e mushrikëve, mosbesimtarëve, nuk friksohemi nga ato kërcënimet e të adhuruarve të tyre që i sjellin. Do të thënë ne vetëm Allahut i mbështetemi. Pastaj në ajetin e fundit të kësaj sure, thotë Allahu subhanahu wa taala: "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran, faman ya'tikum bima'in ma'in." Do të thënë thuaj, si mendoni ose a kuptoni që nëse uji juaj shterret, nëse humb uji në tokë, atëherë kush do t'ju sjell ujë të rrjedhshëm? Edhe këtu, do të thënë pasi në fillim të surës u përmend fjala tebarake. Do të thënë që përkthimi pak është i vështirë, mirë po ka të bëjë me posedimin e bekimeve të shumta të Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë Allahu ka bekime të shumta, ai vetvete është me bekim, edhe bekimi dhe bereqeti vjen vetëm prej tij. Edhe pastaj janë përmendur se Allahu e ka kriju jetën dhe vdekjen, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Do të thënë ka krijuar jetën dhe vdekjen që t'ju sprovojë cili do të bëjë vepra të mira. Dhe në fund ka përmendur, do të thënë edhe në jetën që e tham pak më herët, do të thënë nëse Allahu na dërgon vdekjen ose na jep jetë edhe një kohë, do të thënë përmendet jeta dhe vdekja. Edhe këtu është përmendur bereqeti më i rëndësishëm edhe kushti kryesor për ekzistimin e jetës, që është uji. Edhe prandaj ka thënë nëse uji shterret, dhe fjala ghaur, do të thënë in asbaha ma'ukum ghauran, do të thënë nëse uji juaj e përkthejmë shterret. Mirë po qëllimi është nëse shkon në thellësi të madhe të tokës, që nuk mund të arrini me asnjë mjet për ta nxjerrë. Edhe kjo është në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, se ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin." Do të thënë kemi zbritur ujë nga qielli me sasi të caktuar, fa askannahu fil ard.
do të thënë ne e kemi bërë të qëndrojë në tokë, të qetësohet përmi tokë, ose në thellësi të përshtatshme për njerëzit dhe për gjallësat. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kurse, do të thënë ne jemi të fuqishëm që ta largojmë ujin. Do të thënë depërtoj nëpër tokë edhe mos mbetet askund, mos qëndrojë askund, edhe kështu njeriu nuk mund ta sjell as kusht tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, nuk mund ta nxjerr përmi tokë që përfitohet, do të thënë prej atij uji. Prandaj është përmendur se biri Imam Ahmedit, Salih ibn Ahmed, ka thënë baba im nuk e linte askënd që t'i nxjerr ujë prej pusit, do të thënë t'i nxjerr ujë për avdes, nuk linte askush, po deshte gjithmonë vetë, do të thënë ta nxjerr ujin nga pusi. Dhe kur e nxirrte kovën të mbushur me ujë, thoshte alhamdulillah. Edhe atëherë thot biri i tij, i thash një herë, o babi im, pse, do të thënë, pse cila është dobia ose cila është urtësia që vazhdimisht thuaj alhamdulillah kur e nxjerr kovën prej pusit? Ka thënë o biri im, a nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut, qul ra'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Do të thënë thuaj, nëse uji juaj thellohet në thellësitë e mëdha të tokës, kush do t'ja sjell ujin e rrjedhshëm? Kush do të sjell ujë që do të duket përmi tokë? Sepse fjala ma'in ka gjithashtu edhe për këtë dy komentime, ose është prej foljes ma'ana, do të thënë është në formën fa'il, ma'in, që do të thënë rrjedhje e ujit, ose rrjedhje e lehtë e ujit. Pra kush do ta sjell këtë ujë që rrjedh në mënyrë të qetë përmi tokë, ose është prej fjalës ain, do të thënë kush do t'ju sjell ujë që do të jetë në atë mënyrë që e shohin syt. Do të thënë ose është i rrjedhshëm ose është i qetë, mund të jetë i qetë si në pusë ose në liçene e kështu me radhë. Kush do ta sjell atë që ta shihni ju me sytë e juaj, nëse Allahu u largon këtë ujë. Këto janë disa dobi, do të thënë, pra në ditën e gjykimit do ta shohin njerëzit se kush ka qenë në udhëzim dhe kush ka qenë në devijim. Si ka thënë Allahu në ajet tjetër, qul kullun mutarabbisun fatarabbasu, do të thënë të gjithë, thuaj, të gjithë ne e presim, jemi në pritje të vdekjes. Pra priteni edhe ju, edhe fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Do të thënë do ta dini, pra në ahiret do ta kuptoni se kush janë ata njerëz që kanë ndjekur rrugën e drejtë dhe kush ka qenë i udhëzuar, do të shihet në ahiret. Edhe në këtë sure gjithashtu do ta dini kush ka qenë në devijim të largët dhe të qartë se ka qenë devijim. Përndryshe në kirajetet, do të thënë është kjo te ajeti i fundit, fasata'lamuna, ose te ajeti para fundit, këtu ta'lamuna, do të thënë do ta dini. Kurse në tjetër kirajet është një prej leximeve të Kisaiut, thot fasaya'lamuna, do të thënë do ta dinë ata, do ta shohin ose do ta kuptojnë, pra është si ngushëllim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra i thot Allahu subhanahu wa taala, do ta shohin ata, do ta kuptojnë se kush është në devijim të qartë, kurse në këto kirajet e tjera, do të thënë është urdhër që t'ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrikëve. Po ashtu edhe ajeti i fundit në lidhje me largimin e ujit, pasi u përmend më herët dënimi. Do të thënë u përmend nëse vjen shkatrimi ose vjen mëshira, do të thënë pa marrë parasysh, për ne, pra dënimin mushrikëve nuk ja u lehtëson kjo, nëse ne vdesim ose mbetemi gjallë,
dënimin mushrikëve nuk ja lehtëson. Pastaj kjo është një shenjë se mund t'ju vijë gjithashtu edhe dënim në jetën e kësaj jetën e kësaj bote, vjen dënimi që t'ju vijë mungesa e ujit edhe uria e kështu me radhë, që janë prej dënimeve që i dërgon Allahu subhanahu wa taala. Edhe sidomos këto ajetet kur kanë spritur janë drejtuar banorëve të Mekkës, të cilët janë në një vend ku nuk ka asnjë burim të ujit, edhe nuk ka ekzistuar asnjë pusi i ujit, derisa e kanë zbuluar edhe një herë ujin e Zemzemit. Deri atëherë banorët e Mekës nuk kanë pas ujë kështu burim, të ujit të vazhdueshëm. Edhe prandaj është edhe ky kërcënim dhe është diçka që vazhdon t'ju ndodh njerëzve. Do thotë në këtë kohë njerëzit frika kryesore është mungesa e ujit. Edhe sa shkon, gjitha këto luftra për pasuri, për burimet e energjisë e kështu me radhë, e shohin se rreziku më i madh është humbja e ujit. Edhe atëherë, prandaj është kjo frikë se gjithë njerëzit e dinë se nëse humb uji, përveç Zotit subhanahu wa taala nuk ka mundësi askush ta sjellë. Edhe për këtë shkak, ky është për kujtim po ashtu për mosbesimtarët që t'i kthehen rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Me kaq mjafton edhe surja Mulk, edhe nuk do të vazhdojmë me surën tjetër. Mjaftojmë me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.